i është detyru një familjar me shit pronat hi për në këmbim të informacionit që në fund ka rezultu kur gjëheq, apo dhe mu më ka ndodhë, më kanë kërku njerë 200.000, pastaj 400.000 euro në këmbim të informacionit, jo ka ndodhë jo ma larkë se 2 vite, dhe ata e din, kriminellet e din këtë aspekt emocional të këtyre familjarëve. Prej pas luftës, deri më sot, është ta me 10 apo 100 informata që asnjëherë s'kanë qenë kredibile, disa prej tyre kanë qenë tendencioze, duke kërku qoftë këmbim, parash, qoftë forma tjera të përfitimit, e këto kryesisht bëhen prej grupeve që ende ekzistojnë kriminale serbe në Serbi, që normal që shpresën ta mbajnë të gjallë që prindi im është gjallë apo dikush tjetër është gjallë, por në anën tjetër, përveç shpresës, ta rrisin një vardhimi më të madhe, sepse në fund po del që po mashtrohesh, në fund po del që po ripërdorësh prej disa kriminalëve atje, por pavarësisht këtyre ne kemi pas disa informata që kanë qarkulluar përmes media dhe forma tjera dhe i kemi trajtu tash këto 4 vitet e fundit disa lokacione në kuptim të gjetjes së babait tim i kemi trajtu, por që nuk kanë rezultu me gjetje, nuk kanë rezultu vërteta, po vazhdojmë edhe sot. Ne aktualisht jemi në iniciativë ku po merrem me burgun e Dubravës, sepse atje janë edhe 7 persona të zhdukur përfshirë edhe babin tim, edhe jemi të marrë edhe me trajtimin e kësaj çështje, por që këto rezultate natyrisht që nuk varen shumë prej angazhimit që ne e bojmë teren, punës që e bojmë, gërmimet që e bojmë, sa varen prej informacionin kredibil dhe informacioni kredibil apo i sakt, nuk po varet e ne dhe nuk është e ne. I përmendë informacione tendencioze, sa janë shqetësuese sipas juve? Edhe a janë adresu në ikon për mundal këtu? Po në organet e drejtësisë, po besoj që kanë fillu me pavarësisht që ka ende sot, kanë fillu me u zbut ose kanë fillu me u vedisu në këtë aspekt dhe familje dhe personat të zhdukur, sepse kanë po, nëse mu nuk më kanë ndodhë, nëse ty të kanë ndodhë, unë jam mësu prej teje, edhe përmes formave që unë e kom lajmëru disa herë në media që po ndodhin gjërat e tilla, po natyrisht edhe përmes komunikimit familjare, po ka ende, ne kemi pas rastet e fundit para pak vitesh kur i është detyru një familjar me shit pronat hi për në këmbim të informacionit që në fund ka rezultu kur gjëheq, apo dhe mu më ka ndodhë, më kanë kërku njerë 200.000, pastaj 400.000 euro në këmbim të informacionit, dhe jo ka ndodhë jo ma larkë se 2 vite, apo 3 vite kështu përmes telefonit. Kështu që këto po gjithë qytetarët dhe familjarët, edhe pse e din që mund t'jetë mashtrim, edhe pse e din që mund t'jetë gjithçka kriminale brenda saj. Me ardhë me të thonë dikush që mund t'jetë i gjallë familjarë jotë, është një farë lloj shpresë që ti e manë gjithçysh, nuk mundesh me largu, nuk ka shans me largu se ti thubon vaki, unë për një map e hupi mundësi me gjetë. Dhe ata e din, kriminalët e din këtë aspekt emocional të këtyre familjarëve dhe po e shfrytëzojnë. Por ne po mundohemi që edhe përmes fushata, normal, edhe organet e drejtësisë janë për këtë çështje, por ne përmes fushatave që me i vedisu që mos më ra prej ty.